Urimi për Krishtlindje, vitin e ri dhe vizionin 2026 nga shoqata Nën Tereza. Me rastin e festave të fundvitit, shoqata Nën Tereza përcolli një mesazh urimi dhe mirënjohje për nxënësit, prindit, mësuesit dhe vullnetarët, bashkëpunëtorët e partnerët e saj, duke vlerësuar kontributin e përbashkët në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit tonë kombëtar në diasporë. Në këtë mesazh reflektime dhe shpresë, shoqata ndan falënderimet për punën e bërë gjatë vitit që po mbyllet dhe vizionin për një vit të ri me projekte, bashkëpunime, angazhim të shtuar në shërbim të komunitetit. Një falënderim i veçantë për gjithë nxënësit në Londër dhe jashtë saj, të cilët me përkushtim dhe buzëqeshjen e tyre japin kuptim punës sonë dhe mbajnë gjallë gjuhën dhe identitetin tonë kombëtar. Mirënjohje e veçantë për mësueset shembullore, të cilat pa u lodhur punojnë çdo ditë për përcjell fëmijëve tanë kulturën, vlerat shqiptare me profesionalizëm, dashuri dhe përkushtim të jashtëzakonshëm.